kjo, sipas kryetarit të Këshillit të Familjarëve të pagjeturve, Ahmet Grajqevci, pashmangshëm kishte quar në disa gabime. Po dyshojmë se gjatë pasi që ne kemi lënë trupat ato të cilët ata trupa kanë pas tonë të ekshumuar dhe të mirën përmes analizës ADN dhe mostrave të gjakit që t'i morën të gjithë familjarët sigurisht nuk kanë pritën dhe dikush u shku, dikush e ka marrë në bazë të teshave tina, në bazë të kuzëve tina, në bazë të mënyrë tradicionale. Do thotë kjo na ka sjellën bukur problem këtu, sepse serbët para ekshumimit gjithherë qytetarët i kanë shti mudeshën, do thotë komplet deri në breg dhe pak ma vonë u kanë dhënë ultimatum 1 minutë mu vesh 200 vetë 1 minutë, su në veshën, su një gjenë teshat e veta, dhe i ka vesh teshat kujt i ka gjetë aty. Dhe kështu që njerëzit i kanë marrë në ata trupa, tu bazu në artefakt dhe tot në teshat e tyne. Në tradicionale dhe këtu e kemi këtë problem që ne, unë e kom thonë, duhet të shëjzojmë venat ku i kanë marrë, ku kanë mungu që ata trupa, në regionin e Suarekes, apo në regionin e Mitrovicës, apo në regionin e Prishtinës, apo të Podejevet, edhe ta dimi tamam sa trupa janë ekshumuar dhe janë identifikuar përmes analizës ADN-s, sa ne kemi pa analizë ADN-s që me shkute familjarët, me lutë, me na dhonë diqysh mundësinë. Në disa raste, si që është ky në Rahovec, e që si që po dëshmohet, nuk ishte bërë si duhet, pasi mbetje mortore këtu po gjendën edhe sot, ani se ishin kryer disa zhvarrime paraprake. Kjo ka vështërsuar procesin edhe ashtu të jetë kompleks në vetvete. Një numër i madh i mbetjeve mortore vijojnë të qëndrojnë për vite të tëra në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Kosovë në pamundësi të identifikohen. Sipas ekspertëve të fushës, bëhet fjalë për një numër jo të vogël të personave, eshtrate të cilëve nuk janë identifikuar ende. Gabime ka pas në të kaluarën dhe ajo është lidhet kryesisht me periudhën menjëherë pas luftës në vitin 1999 dhe vitin 2000, kur është kryer një punë e madhe nga ekipet mjekoligjore të Tribunalit të Hagës, të cilat kanë pas mandatin e tyre që të vinë të mbledhin sa më shumë fakte, të dokumentojnë gjitha ato krimet luftës, të cilat pastaj do të përdoreshin për të ndjekur ata penalisht ata të cilët kishin kryer këto krime. Në anën tjetër, vetë procesi i identifikimit ka qenë sekondar për këto ekipe, plus nëse e shtojmë që në atë kohë metoda ADN-s ende nuk ka qenë duke përdorur, identifikimet që janë kryer në 99 dhe 2000 janë kryer me metodat që i quajmë ne tradicionale, domethënë jo shkencore, përmes pamjes vizuale të vetë kufomës, përmes rrobave të individit, përmes artefakte apo gjësende personale, dhe edhe pse në këto raste shumica e këtyre identifikimeve ka qenë korrekte, mirë po në një numër të caktuar ka ndodhur gabime ku familja e ka marrë trupin e gabuar, e ka varrosur dhe në të njëjtën kohë nuk ka dhënë mostra të gjakut duke konsideruar që e ka mbyllur këtë kapitull. Më vonë, kur kanë vazhduar natyrisht punimet gjatë viteve 2000, me ekipet e UNMIK-ut më vonë të ULEX-it dhe pastaj edhe të Mjekësisë Ligjore, Institutit Mjekësisë Ligjore, ka ndodhur gërmime, zhvarrime dhe janë gjetur mbetjet skeletore të cilat kanë mundur t'i takojnë një individi që është identifikuar në mënyrë tradicionale. Mirë po, me qenë se familja nuk ka dhënë gjak, këto mbetje skeletore na kanë mbetur si pa identifikuara në morgun e IML-s. Domethënë na e kemi dërguar mostrën kocësore në ICMP, është nxjerrë profili ADN-s, mirë po ADN-ja funksionon në atë mënyrë që ADN-ja prej kockës duhet përputhet me ADN-n e gjakut. Dhe me qenë se këtë rast familja nuk ka dhënë gjak, atëherë ky rast mbetet si pa identifikuar në IML.